Ata na kanë ndonë 5.000 euro, atër babi jam ka thonë, edhe halla jam kon fakt, ka thonë mos menoni që qëto 5.000 euro janë që na kena ardhur për pare këto dhe për me ja fal atina. Atër ata kanë thonë, jo, po baba jam e ka bo për hirë Zotit se thoi që nuk e ka bo me qëllim. Do me thonë kërkush nuk ka qef në ditë sotit me shkel dikon. Me 11 dhjetor, një grua rreth moshës 55 vjeçare vdiq pasi u shtyp nga një kamion në pronësi të kompanisë Renelual Tahiri. Aksidenti ndodhi në një zonë ndërtimi dhe rasti tashmë po hetohet prej prokurorisë së Prizrenit. Sipas ligjit, gjatë procedurave gjyqësore palët në këtë rast të dyshuarit dhe viktima, çdo veprim të cilin e ndërmarrin duhet ta vënë në dijeni prokurorin e shtetit. Por, hulumtimi ynë zbarë se gjatë hetimit të këtij rasti, prokurori të Prizrenit i cili po drejton hetimin i është mbajtur i fshehur një fakt shumë i rëndësishëm për çështjen. Pronari i kompanisë i ka dhënë 5.000 euro familjes së viktimës. Pas kësaj mbështetje, familja ka nënshkruar një deklaratë të pajtimit e cila është dorëzuar në prokurori, por duke shmangur informacionin si janë paguar parat. Viktima në këtë rast i përket komunitetit egjiptas. Ajo në ditën e aksidentit ishte nisur për të shtëpia me ushqime në dorë, të cilat i kishte marrë në një organizatë që shpërndante ushqime për familje të nevojë. E gjatë kthimit, ajo u shtyp nga një kamion i cili po delte nga një vend punishte në Prizren. Momentin mama e më kontu shku me marrë bukën të Halil Kasrati, to shte e njeni ato që e jepë ndim, a i bamirësi, edhe unë jam konë në shpe të babi jem, atër mami u shkon të hec rrugës për para, rrugës vetë u kon të hec, e kjo i ka ra prej për mrapa, do me thonë e ka shkel një herë, kur e ka vrejt që ka shkel diçka, u këthy edhe një herë e ka shkel. Atëre babi edhe vllavi unë konë poshtë e banesa, se s'ka ndodhë shumë largë aksidenti prej banesës tonë, edhe babi e ka pa që adin ka ndodhë diçka se ka pa shumë njerëz, u afru edhe kur e ka pa nanën tem për toke. Atëre ka ardhë vllavi më ka tregu më ka thonë, me irem hajde se mamën e ka shkel keri, mama adin veç në la. Edhe unë se kom besu që ka vdek, adin kom menu që është gjallë edhe është umprit, apo kupton me shku me qute mjeku ose diçka, po kur kom shku atëre kom pa shumë policë, edhe unë e lypsha nanën tem thësha ku është mama. Kom pa atëre për toke, kom pa normal policia së më kanë lonë mu afru, ka ardhë atëre dhe emergjenca, mas ne i kanë jetë unë e jem 3-4 orë për toke. Atër shkam kam jetë piku konë që masin kufoma ka dalë prej venit, banesa halo ka fillu me punu. Kush ju ka ftu juva? Ju ka ftu naj kosh mi ju intervistu çka ka ndodhë, që shka ndodhë? Jo, për masa ne do me thonë, masi ka ndodhë rasti mamës, më kanë ardhë veç shumë njerëz, që këta ka ndoshtë me u pajtu me neve. Normal unë për fillim nuk i kom pranu hiq, se kom pranu asë të mborrim të mamit, si kom pranu asë për kryshnosh me marrë, s'kom dosh me pa kërkonin. Pa atër kur kemi shku veç me u marrë veç me kompaninë, sa ata kanë pas qef me fol me neve, ata na kanë dhonë veç një ndim të vogël edhe na kanë thonë që qëto janë veç për qef. Apo kupton, do me thonë janë veç për shpirtin e sajna, do me thonë. Në ndërkohë pas aksidentit, në familje paraqiten përfaqësuesit e kompanisë të cilët, sipas traditave, kërkuan një proces pajtimi i cili shoqërohej edhe me një ndihmë prej 5.000 eurosh për familjen për të mbuluar procesin e varimit. Kjo ndihmë dhe falja u kanalizua në një dokument jo formal që nënshkruhet si procesi pajtimit e që më pas do dorëzohej në prokurori. Atëherë ata na kanë ndonë 5.000 euro, atër babi jam ka thonë, edhe halla jam kon fakt, ka thonë mos menoni që qëto 5.000 euro janë që na kena ardhur për pare këto dhe për me ja fal atina. Atër ata kanë thonë, jo, po baba jam e ka bo për hirë Zotit se thoi që nuk e ka bo me qëllim. Do me thonë kërkush nuk ka qef në ditë sotit me shkel dikon. Atër tonën kemi paraqit me sigurim, edhe na kanë thonë që na çka kemi me ju ofru, do me thonë. Se ka ndoshtë edhe me ndihmu babin tem për shkak se babi jam i ka kushtet e vështira, se s'mundet me punu, do me thonë është i smut, prej sheqerit, prej njërës, prej tona ceneve. Kanë thonë që çka kam ju ndihmu, kam ju bo, adin shumë fjallë të mira kanë thonë. Në fund më kanë ofru atër sigurim 6.000 euro. Do me thonë adin edhe më ka ardhi natën anën tem nuk e ka shkel një bicikl, po e ka shkel adin një kamion i madh, para menua do është puna që 2 herë e ka shkel, nuk e ka shkel veç një herë. E ka shkel një herë, kur e ka vrejt diçka u kthy edhe një herë dhe e kalon për toke. Tash, në prokuroria ekziston një dokument, të cilin prokuroria në bazë të avokatit po pretendon që jo atë dokument e keni nënshkruar me vedije për me u pajtu dhe mos me ndjek rastin. Çu shndron e vërtet ato? Jo, rastin na kemi ndosht me ndjek,
por na e kena falë do me thonë veç për hir të Zotit, ama rastin për me ndjek po, na kemi thonë çka të vendos gjyqi, na kemi nënshkruar çat letër, do me thonë çto letra janë veç e keni falë familjes, ama që ka me shku letra në prokurori dhe ai ka me dal prej burgit me majt para burgim, shqepijak, une nuk e kom ditë. Na si familje nuk e kemi ditë, edhe do me thonë kanë kalu që tash i bën nana e me 3 muj, që kërkush nuk më ka thirr, do me thonë adin me dal ose me na marrën pyetje si familje e viktimës që jem, adin me bisedu me ta, jo, përderisa unë derisa kom shku te avokati, atër avokati ka shku direkt në prokurori edhe na ka thonë që jo juja keni falë, tash pse s'na keni thirr, tha nuk kemi pas numër t'juj. Kështu që ata kanë mujt gjithçysh me na gjetë numrin sekret, dhonat e tona janë konë çaty. Qa dokument, ata kishin mujt me na thirr, po nuk na kanë lajmëruar. Çka ka shkrujt me Merjemi na dokument? Çka ka pas shkruar? Dokument nuk është, unë e kom lexu para se me nënshkru, do me thonë kom thonë, a muj me lexu një herë, dokumentit atëre me nënshkru. Do me thonë kur gjo, vetëm që na jena pajtu edhe nuk ka mos marrëveshje me familjen. Kur gjo tjetër. A ka shkrujt ndonjë paragraf nëse e ke lexu komplet që ky rast mundet me u përdorë në prokurori ose gjykat? Jo, për prokurori kësi sene nuk ka pas asnjë dhe do me thonë se kom di që letra ka me shku, se në qovë se te kisha di që qaj letra ka me shku në prokurori, unë se kisha nënshkru. Unë okej, me familjen jam okej, ama qaj letra me shku në prokurori nuk e kisha pranu. A ditë kër ma të regoj mu prokurori, unë e shumë jam qudit. Bile prej natit ja kom njësë edhe me kajte, ka pa edhe avokati, a din qa që kes që e kom një vetën. Nuk e di, ata thoshin që po dojme na ndihmu, ama me që cen që e kanë bo, mu nuk po mdu këtë ndihma, po kupton? Edhe do me thonë ata që me 5.000 euro që na kanë dhonë, nuk e di tash, a i kanë dhonë për qepa, a i kanë dhonë që kompania u desht, me dhonë që ka shumë, se neve na kanë dhonë rasti stepte, nuk është jemi provu me qëto sena, po kupton? Edhe papi jam nuk ka ditë, sa din ingrati, se nuk jemi ka me vedi asnjë. Unë për vetin do shta halo komet me trauma, unë prej që kom pa nanën tem për toke, s'di, nuk muj ma u këfilë edhe të qaq mirë. Apo tu që kompania ka shfrytzu momentin? Menoj që po, për derisa e ka qu qatë tjetër atje, se na jemi marrë veshën ndryshë, na kemi thonë okej, po ja falim, ama shka të vendos gjyqi. Po që ka me shkuaj o letër atje, nuk e besoj. Kur e keni konsideru ju që pja falni, qysh e keni konsideru, çka po i falni? Po ja falim do me thonë me familjen e tina, edhe më thoshin që normal ai nuk e ka bo me qëllim, apo kupton? Do me thonë e ka bo ma si po, e ka bo me qëllim, se ka bo pa qëllim, neve na ka kallë zemrën do me thonë. Personalisht mu po, lemo që e kom motrën e vogël, e kom vllavin, e kom babën që i kalon shumë keq. Se di, unë po kërkoj ndërci dhe nuk po kom qef me na shkel. Do me thonë adin se edhe më ka met pikë që krejt rastet që në lajmëru për që të... Do me thonë krejt lasët të lajmëruan për çdo sen që ka bot, rastin në nëstem jo, u shpërnda veç TikTok. Do me thonë, na kanë lonë si për asgjo. Për çka menon që është bukja? Se di, ndoshta që nuk i të di, s'kom asnjë ide. Avokati i caktuar tashmë nga familja thët se në prokurori morën vesh se është dorëzuar letra e nënshkruar si marrëveshje. Ata ka shkuar atje dhe ka shprehur ngushëllimin, por unë sa kam folur me Merjemen, në momentin kur e ka shprehur ngushëllimin, sigurisht familja e ka pranuar se nuk ka qenë edhe një vdekje që është bërë me qëllim me dashje, por sigurisht nga neglizhimi dhe pakujdesia kort, ata kanë kërkuar falje dhe zonjës ja kanë dhënë një zarf për 5.000 euro. Ajo unë sa kam informacion, sa kam biseduar me familjen e viktimës, këtë vajzën e zonjës Merjeme, ata kanë thënë që ne me këta nuk kemi bërë dakordancë që të pranojmë para apo shumë të holla, sepse ende është rasti i freskët, pra nëna aty ende sa është vërosur, këta kanë shkuar në familje dhe kanë dhënë një shumë të parave e cila tregon që është një shumë prej 5.000 euro dhe ja kanë lënë në zarf të mbyllur. Gjë që familja nuk ka thirrur, nuk ka kërkuar nga ata që të mbëlohet, sepse është një vdekje dhe para se gjithë duhet presim rezultatet se çka po ndodh me rastin dhe janë proceduar se si të bëhet kompenzimi. Ama të shkon në atë mënyrë dhe t'i ofrohet një 5.000 euro në zarf dhe të lihet ajo 5.000 euro pa vullnetin e familjes, kjo është diçka no sens dhe s'ka kuptim. Por në anën tjetër, në këtë ta themi një këtë marrëveshje të një anshme, se di ku kanë dashur të dalin me atë shumë të 5.000 euro dhe pse si kanë ardhur ato 5.000 euro këto firma, ata kanë shkruar një dokument dhe vetë zonja Merjeme më ka treguar, ai dokument është nënshkruar, ajo ka shkruar me atë vetdije, me atë dëshirë që po nënshkruhet diçka që disi si po rregullon raportin me ty dhe nuk do ta ndjek, nuk e di atë përmbajtje. A e ka lexuar zonja Merjeme këtë përmbajtje të kësaj letre të cilën e kanë nënshkruar Edeni? Zonja Merjeme paraprakisht sa di unë e ka lexuar, por zonja Merjeme nuk ka qenë e pëlqimit dhe e vullnetit që kjo letër të kalon tek prokurori. Pra disi ka qenë si një marrëveshje si e shprehim ngushëllimin dhe konsideratën e kemi ndaj ajo që ka ndodhur një vdekje tragjike dhe ka shkuar mat ide se po nënshkruaj diçka duke shprehur personat juridik pendesa.
Dhe sigurisht, ndoshta pak edhe ajo sigurisht se pjesëtarët e komunitetit rom nuk i din shumë gjërat dhe ka qenë një gjendje e tronditur se vdekja tani ka qenë e fresh taze të themi, siç thuhet, atë dokument pa pëlqimin e zonjës Merimi dhe të familjes të viktim kanë çuar tek prokurori. Dhe kur kam shkuar unë me zonjën në fjalë për të njoftuar me çështën dhe pse nuk kemi datë që të dëgjohet pasi kanë kaluar 3 muaj dhe nuk është thirrur viktima, ai prokurori në prezencë edhe të kësaj zonjës Merimi, vajzës të ndjerës, ka thënë që ke një marrëveshje që ti pajtosh. Ajo është befasuar dhe ka kajtur. Edhe unë jam befasuar dhe unë kam pyetur posa që kemi dalë nga zyra e prokurorit çka është ai dokument, domethënë sepse edhe unë tani e kam marrë çështën dhe mua më ka qenë si avokat para okut kryer. Zonja Merim ka thënë që unë kam shkruar një dokument, po për këtë dokument nuk kam dhënë përgjigje që të shkon tek prokurori, sepse me këtë dokument tani personi që ka shkaktuar një vdekje e kemi në arrest shtëpiak. Pra mendoni tash personi që ka shkaktuar vdekjen e ki në shtëpi. Edhe kjo është. Domethënë është arrestuar personi që ka shkaktuar. Personi është arrestuar, ndaluar dhe është paraburgosur në periudhë prej 1 muajve, por që tani ende pa i pritur rezultatet e hetimeve dhe rasti është i ndihshëm dhe prokurori të merr një vullnet dhe të ndroj masën e paraburgimit në një masë tjetër, vetëm se është një dokument dhe jeti e pajtuar. Kjo s'ka si çudi, kjo është padrejtësi dhe është neglizhim. Për mua është rast që duhet të na brengos gjithëve sepse kjo vdekje mund të ndodhë secilit dhe këto firma disi janë po paraqiten si të fortë dhe ndoshta kushtimisht ta themi nuk po ka dikush që të mirë të i dënoj këto firma se në ditën kur është shkelur kjo grua, aty kanë filluar të punojnë dhe nuk janë vendosur shiritat. Dhe kjo tregon që këtu ka drejtësi selektive. Në prokurorinë themelore të Prizrenit tashmë janë deponuar dokumentet e këtij hetimi. Prokurori i cili po heton rastin i ka thënë kallëzo për një mes se palët kanë deklaruar si janë pajtuar, por nuk kanë përmendur në asnjë rast pagesa apo mjete financiare. Në kuadër të hetimeve janë ndërmarrë edhe veprime të tjera hetimore. Janë marrë edhe deklaratat e të dyshuarit, si dhe përfaqësuesit të palës së dëmtuar, përkatësisht bashkëshortit të viktimës, i cili në prezencën e avokatit Genxhini në proces verbal ka deklaruar se familjet janë pajtuar mes vete sipas zakoneve. Një rrethanë e tillë nuk është determinuese për prokurorinë, duke marrë parasysh që rastet e tilla kryen nga pakujdesia. Masa paraburgimit për të vazhduar për 1 muaj është masë e rëndë dhe panevojshme, nga se nuk përmbushen kushtet ligjore për një masë të tillë. Megjithatë, theksojmë se vepra penale për të cilët dyshohet i pandehuri ndiqet sipas detyrës zyrtare ose ex officio dhe një marrëveshje e tillë eventuale ndërmjet palëve nuk nënkupton lirimin nga përgjegjësia penale. Vajza e viktimës vazhdon rrëfimin duke thënë se kompania shfrytëzoi momentin e rëndë të familjes për të bërë marrëveshje sipas saj. Ta thoshin që po dojnë me na ndihmua, ma me që cen që e kanë bo, mu nuk po më duket të ndihma, po kupton. Edhe do me thonë ata që me 5.000 euro që na kanë donë, nuk e di tash, a i kanë donë për qep, a i kanë donë që kompania u desht, me dhonë që ka shumë, se neve na kanë donë rasti stete, nuk është jemi provu me që to sena, po kupton. Edhe babi jam nuk ka ditë, sa din ingrati, se nuk jemi ka me vedi asë një. Unë për vedin do shta halo ku me trauma, unë prej që kom pa nënën tem për toke, s'di, nuk muj ma u këfilë dhe të qaqë mirë. Apo thu që kompania ka shfrytzu momentin? Menoj që po, për derisa e ka qu qatë tjetër atje, se ne jemi marrë veshën ndryshë, na kemi thonë okej për ja falim, ama shka të vendosë gjyqi. Po që ka me shkuaj e letër atje, nuk e besoj. Menoj që ndoshta edhe prej komunitetit, hajse ndoshta këto janë hashkali, edhe adi nuk e bojnë të madhe, ose kanë marrë vesh ndoshta që familja jo nëse baba em është pasher, adi nështë do me thonë që si një këto farpun, ama jo nëse së është babi për shembull jom unë nuk ja lo let. Për nënën tem nuk ka lo let hiç kur. Unë ju dalë në krah do me thonë edhe babës tem, edhe vllavit tem, edhe motrës tem, si një vajzë e madhe e mamit tem që jam. Se na kalon keq, apo kupton? Sti. Në hetimin e një aksidenti ku vdiq një grua, kompania në pronësi të së cilës ishte kamioni ndërhyu duke i ofruar 5.000 euro në formë të ndihmës familjes së viktimës. E ky fakt u mbajti fshehur nga të dyja palët prokurorisë së Prizrenit, e cila tashmë është duke e hetuar rastin. Sipas ligjit, në secilën rrethanë kur të dëmtuarit pranojnë mjete monetare apo favore prej personave të cilët janë të involvuar në një formë apo tjetër në rast, duhet t'ja bëjnë të ditur këtë rrethanë prokurorit. Po në rastin e Prizrenit, kjo nuk ishte ndodhur. Prokuroria e Prizrenit mohon se është në dieni se parat janë dhënë. Ata thonë se kjo çështje nuk u tha kur është intervistuar edhe burri i viktimës në prokurori.
Lidhur me pretendimet për dhënje të mjeteve financiare në vlerë prej 5.000 eurosh, ju njoftojmë se përkundër faktit që prokurori i rastit ka marrë deklaratën e përfaqësuesit të palës së dëmtuar, përkatësisht bashkëshortit të viktimës. Gjatë deklarimit të tij nuk është përmendur një shumë e tillë, as në marrëveshjen e dorëzuar nga palët për pajtim. Në pranitë e avokatëve nuk përmendet kurfar shumë të hollave. Gjithashtu, së fundmi nga përfaqësuesi i palës së dëmtuar është pranuar dhe plotësimi i kallëzimit penal, i cili do trajtohet dhe vlerësohet në kuadër të procedurës hetimore. Në vijim të kësaj, Prokuroria Themelore në Prizren është duke ndërmarrë edhe veprimet e fundit hetimore, të cilat do të çojnë drejt vendimarrjes lidhur me ngritjen e aktakuzës në këtë çështje penale. Ekipi ynë shkon edhe më tutje. Në një bisedë me menaxherin e kompanisë Rene Lual Tahiri, emrin e të cilët nuk arriti ta marrë vesh sepse nuk e tregoi, e konfirmon se parat u dhante familja, por jo për të blerë drejtësinë, por për të ndihmuar familjen. 5.000 që letë shkon letë mirët ja kena dhonë për mja shno shkuj në ndim për vorrem. Ajo të den atje të folë, tramas, palide folë. Janë institucionet, janë drejtësina, letë mirët me ta, na kemi të bëjmë fushon heqë. Inderuve që na duhet me ditë, nëse juve që keni dhonë, a i keni njoftu edhe prokurorin që ja keni dhonë? Këto para? Jo, më vesh menaxher, drejtori isha ka bon nuk di, zoj, që ka që. Okej, në rregull. A mundemi me pas në kontakt të drejtorit? Janë viktim jo, s'ka son drejtori me mrej. Nuk me drejtori. Nuk moj mi adhona, s'muni me mrej me folë me ta. Çështja është veç po dojna me sqaru, nëse ju po thoni që është apo nuk është ashtu që po thotë edhe viktima, atëherë të paktën me pas një sqarim për anës ju i nderuar. Zoj, moj veç me të përshëndet, institucionet Londa është apur, ajo ka bo ankesë, ja ka falë gjakin e nonës, ja ka falë shoferit tonë. Na imi të kompanisë. Shoferit ja ka falë me kanal, me familje, me burra, me këtë ja ka falë gjakin. Ajo ka dalë komplet pishinave e qika në përmedia o të folë proshkova. Kompania sigurime ja ka kompenzu domin 40.000 euro. Dhe ishin familje shumë skamnore, edhe ja kemi ofru ndihmë na si kompani. Ata nuk e kena shkel kompania, ka shkel punëtor, jo, ne kena rreth 300 punëtor. Rreth 560 kamiona, tash s'mujna se cili shofer na me dalë me kamionit vetë me vozit. Po, e qartë. Po pse nuk e keni lënë krejt në fund i nderuar, kur bëhet vlerësimi i dëmshpërblimit me ja dhon parat? Po dëmshpërblimi s'kemi na me ja dhon, ja e kompania e sigurimeve kamionit. Na vetëm për njerëz villëk ja kena dhon, oj zoj. E na për me inja si matematika kemi mujtë ndryshe. Okej. Na s'kem nevoj me inja si matematika për shka. Na si kompani nuk e kena shkel, shoferi... Po, sepse vajza viktimës thotë që kjo është bo me ja letu situatën kompanisë. Po, jo vetë... Edhe vetë po të të bo me malitu, edhe vetë po të të kubro lejtitja, e si ka. E po është media. Të folë. Nuk po dina vetë shka të folë, dhe kanë shtinja, të jenë të e nëzit, hëtë se ti marrë shpare, ondra të paje qita. Po, sepse në fakt, po, për atë do është avesh mjë pyt nëse është lajmëru që kjo shumë edhe nëse është dhonë për kryeshnash në prokurori. Na ja kena dhonë ta për një njerëzore, se ishin familje skamnore, për minimum ceremonia varrimit, pas varrimit që në ata procedurat, se na thanë që gjendjet shumë skamnore, edhe ja dhatë për njerëzillëk. E qartë, po. Që se të keqe s'ka kur gjohë, keqe. Prokuroria Themelore në Prizren në një përgjigje për ekipin ton ka thonë që në marrëveshjet që ndërzu prej palëve në pajtim, në pranitë të avokatëve edhe të kompanisë, po edhe të familjes, nuk është përmend kurfar shumë të hollave që është dhënë paraprakisht. Nuk përmend se na ja kemi dhënë mënyrë njerëzore për, domethënë, për vorrem, për se ishin familje që s'kan pasur edhe buk, kanë shku kanë marrë në përqësi që japin ndihmat e Alil Kastrati shujta ditore. Edhe kur dëgjum na që është se familje e ronë, mënyrë njerëzore ja dha 5.000 euro, se s'bot nomi, nuk bot kiameti që ja kena dha 5.000 euro. Pra ju po e mohani faktin që keni, po, ju po e mohani faktin që është përmend që me ndikut pak të në drejtësi me këto 5.000 euro. Po s'ke pas nevoj pëse me ndiku, për qëta? Me t'ka ka shkel kompania, me t'ka kena mytë me qëllim. Nuk ka për shka ndikuna. Arsyeja më thonë që është arsyeja që ja kemi
ja kemi mytë me qëllim, jemi kon hasëm. Arsye nuk ka për këta me qëllim, po kjo, tyre edhe i ka pranu me parët, i ka marrë parët, apo kupton? Që i kanë marrë me parët 5.000 euro, se i ndimja kena dhonë, për i zotin. Po, ata e pranojnë faktin që i kanë marrë 500 euro, po. Atë pse? Shumë thjeshtë të pyetja si, a ka pranu? Pse? Pse unë kjo pyetje, pra, mu stërgjatë? E ka pranu, ja kena dhonë si njerës, si shqiptar, që duhet minimum. Ne ndihmojmë edhe jo rastit që ka ndodhur prej punëtorit tonë, ndihmojmë njerëzve që nuk kanë bëjnë me rastin tonë.